Më 15 prill 1997, kryeministri italian Romano Prodi zbriti në Vlorë. Vendi nuk ekzistonte më si shtet. Pas rënies së piramidave dhe kryengritjes së Marsit, jugu i Shqipërisë ndodhej në dorë të grupeve të armatosura dhe njeriu që u ngarkua të ruante jetën e kreut të një qeverie europiane nuk ishte polic apo ushtarak. Ishte Myrteza Çaushi, i njohur si Zani, kapoja i bandës së Çoles me Kalashnikov në dorë. Vite më vonë në një intervistë, vetë Prodi e pranoi skenën pa ju dridhur qerpiku. Në fillim ishte i papërgatitur, as që e dinte se kush ishin shoqëruesit e tij. Kjo është historia se si në vitin 1997, kufiri mes një komiteti shpëtimi dhe një bande krimi u zhduk, deri në pikën ku një kryeminist ri huaj i besoi jetën një të kërkuari për vrasje. Zani Çaushi nuk ishte produkt i kaosit të vitit 1997. Ai ishte i burgosur në Larisa të Greqisë për vepra të rënda penale dhe u arratis nga qelia në shkurt 1997, pikërisht kur Shqipëria po digjej. U kthye në lagjen Çole të Vlorës dhe i rrethuar nga një grup prej rreth 15 vetash, shumica me precedent penal, ngriti bandën që do të mbante emrin e lagjes. Në qytet u formuan 5 grupe të armatosura dhe 3 prej tyre, banda e Gaxhait, ajo e Kakamit dhe ajo e Pusit të Mezinit, u bënë rivalët e Zanit në një luftë që mbushi Vlorën me kufoma. Vetë Çaushi humbi 3 vëllezër në këto përleshje. Ndër vrasjet që i atribuohen grupit të tij janë ajo e Neritan dhe Edmond Dedenikës, të zënë në prill më 11 maj 1997 në hyrje të Vlorës, dhe ajo e Arben Latifit e Gjergj Sukallës më 19 maj 1997. Ajo që e dallon dosjen Çaushi nga një kronike thjesht krimi është përzierja me politikën. Banda e Çoles u kthye në forcën e armatosur të Komitetit të Shpëtimit të Vlorës. Zani ruajti delegatët e komiteteve të shpëtimit të ardhur nga i gjithë vendi në mbledhjen e tyre të 28 marsit 1997 dhe pak muaj më vonë u bë truproja e Skënder Gjinushit gjatë fushatës për zgjedhjet e qershorit 1997. Ai deklaroi hapur mbështetës i Partisë Socialiste dhe kundërshtar i betuar i Sali Berishës dhe në intervista mburrej se e kishte dënuar me vdekje presidentin. Nën petkun e komitetit funksiononte edhe zhvatja. Një qytetar i Vlorës ka dëshmuar se më 8 maj 1997, 2 persona të armatosur hynë në lokal, duke thënë se ishin të Komitetit të Shpëtimit dhe i kërkuan 50 milion drahmi dhe kur ai kundërshtoi, e rrëmbyen. Roli i Zanit ishte aq i dukshëm sa nxori në pa edhe përçarjet brenda vetlëvizjes. Kryetari i Komitetit të Shpëtimit, Albert Shyti, u ndiej detyruar të zvogëlonte publikisht. Në një deklaratë për gazetën italiane e Corriere della Sera, më 19 prill 1997, Shyti tha se Zani nuk ishte asgjë, se punonte vetëm për vete, se italianët po i jepnin rëndësi të tepruar dhe se lideri i vërtet kundër Berishës ishte ai vet. Përplasja tregonte një të vërtetë të thjeshtë. Në Vlorën e vitit 1997, autoriteti i vërtet nuk ishte tek institucionet, por tek ai që mbante armët. Ardhja e Prodit ndodhi vetëm pak javë pas tragjedisë së Katerit të Radës, anijes me refugjat shqiptar, që u fundos më 28 mars 1997, pas përplasjes me korvetën italiane Sibila, u humbën jetën rreth 81 persona. Në të njëjtën intervistë, u kujton truprojen e tij vlonjate, Prodi e quajti atë fundosje një aksident të dhimbshëm, pasojë e papërgatitjes së marinës italiane dhe tregoi se ndjeu detyrën të vinte në funeralet e viktimave. Kështu, brenda pak javësh, e njëjta Itali fundosi një anije shqiptarësh në det dhe dërgoi kryeministrin e vet në tokë shqiptare në mbrojtjen e një kapobandoje. Gazeta Zëri i Popullit e komentoi vizitën me titullin "Vlora nderon Shqipërinë". Ishte fotografia më e sinqertë e një shteti që kishte pushuar se ekzistuari. Zani Çaushi u arrestua në vjeshtën e vitit 1999, 30 vjeç, që nga ajo ditë nisi një sag gjyqësori që zgjati 2 dekada dhe që ngre pyetje mbi vetdrejtësinë. Në disa procese, kapoja i njohur si urdhërues krimesh mori një sër pafajësisht në akuza të veçanta dhe në një nga dosjet e mëdha u dënua vetëm me 7 vjet për krijim organizate dhe për rrëmbimin e fotokolës. Ironia më e hidhur qëndron këtu. Hetimet serioze ndaj tij u forcuan pikërisht kur në pushtet erdhi Partia Socialiste, e njëjta forcë që kapoja kishte mbështetur me armë në 1997. Sot Myrteza Çaushi vuan burgim të përjetshëm në burgun e sigurisë së lartë të Drenovës në Korçë për vrasje, për trazirat e 1997-s dhe për grup kriminal, ndërsa sipas mediave
Mbi të rëndon edhe një dënim i rënd i drejtësisë greke. Në vitin 2020, ai kërkoi liri me kusht me arsye hetimin se kishte fëmijë të mitur për të rritur dhe se ishte rehabilituar. Kërkesa nuk u pranua. Historia e Zani Çaushit nuk është vetëm historia e një kapobandoje, është historia e një viti kur shteti u zhduk dhe vendin e tij e zun grupet e armatosura deri në pikën ku një komitet politik u mbështet mbi një band dhe një kryeministër evropian pranoi të ruhej prej saj. Kufiri mes shpëtimtarit dhe kriminalit u fshi dhe kur shteti u rikthye, ai kufi nuk u rivendos kurrë plotësisht. Dosja e Vlorës së vitit 1997 mbetet e hapur jo sepse mungojnë emrat, por sepse askush nuk ka dashur të shkruajë deri në fund se ku mbaronte politika dhe ku niste krimi.